E pas kësaj performance ka së bukur, ne do të diskutojmë një temë mjaft me rëndësi që ka të bëj me dhunën digjitale që u bëhet vajzave dhe grave në përgjithësi në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit. Për këto ditë, të cilat e kemi diskutuar javën e kaluar në studio bashkë me këshilltaren e ministrit të drejtësisë, që e kemi pas në studio, ndërsa sot sa i përket dhunës dhe çka është dhuna digjitale e tutje, do të diskutojmë bashkë me Ibelinda Halimin, në studio. Mirë mëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirë mëngjes, mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që ju kemi këtu. A e përkufizojmë pak dhunën digjitale, çka do të thotë? Çka me çujt në dhunë digjitale? Do të thënë, në përgjithësi, problematikat e dhunës janë problematikat të cilat përfshin cënimin e personave të tjerë me qëllim për me ju shkaktu një dëm të caktuar. Dhuna digjitale përfshin pakës ma gjërë, dhe më thënë në kuptimin e asaj që përveç e me i shkaktu dëmtim, ka tendencë dhe me ull një performansë caktune, ka tendencë dhe me e dëmtu individin në sfera të ndryshme, dhe është shumë a gjithë përfshishe për shembull, se sa disa lloje të tjera të dhunave të cilat besoj janë diskutu. Edhe do më thënë në punimet e fundit të 2004-ës e kam pa që problematika e dhunës ose violencës digjitale ka eskalu, do më thënë, worldwide jemi të folë, në gjithë globin. Po, dhe ideja ka qenë që me fut, do më thënë, fix, sepse si terminologi ka arë në tashën 2005-ën, kur ka fillu me 25 nëntor deri me 10 dhjetor ka me umbajt që kjo, po themi si fushat sensibilizuse për problemet të dhunës, dhe target janë gratë dhe vajzat, me se edhe du na mi u referu statistikës të fundit, dikon 60% e grave dhe vajzave ose gocave që e përdorin internetin, në lindje në largët janë të cënuara, do me thënë kanë violencë të papar në aspektin e po themi, jo vetëm imazhit të tyre, po dhe kontenteve tjera të cilat i plasojnë në rrjetet digjitale. Pastaj 50% përfshihet pjesa aziatike dhe pjesa tjetër që lidhet me këto vende, ndërsa hiç ma pak nuk është edhe Evropa centrale, dikon 40%, dhe këto janë statistikat të UN-it, do me thënë, edhe njerit organizatës Barce që e bën edhe fushatën e sensibilizimit në këtë UNIFEM, do me thënë në këtë çështje, po themi, në këto 15 ditë aktivizëm. Mirë po, me se ka rastis me qenë në kjo pjesë, dhe po e diskutojmë, sepse kjo është diçka që ndodh gjatë gjithë vitit dhe nuk ndodh vetëm, nuk ndodh për shembull edhe nuk duhet me u ngrit zëri vetëm në këto 15 ditë. Na jemi dëshmitar edhe të po themi kontenteve të fundit shumë violente, se violencë nuk është për shembull veç kur e dëmton dikon edhe je duke e filmu edhe je duke ja shkaktu një dëm, për shembull, ose duke e kërcnu, ose duke ja ull, po themi me pas tentativ me ull një performancë caktune. Problemi kryesor ose targeti kryesor është dëmtimi në sfera më të larta. Më thënë, nga njëherë, violenca digjitale ose dhuna digjitale shkon te pjesa ku edhe komplet e shun, për shembull, një individ caktun me një qëllim caktun. Edhe kjo mandej shkakton jo vetëm dëm drejt për drejt atij individi, po për shembull edhe institucionit ku ka punu ose familjes në cilën jeton, mandej shtrihet edhe ma gjatë, edhe shoqërinë e dëmton, e tjera. Pra ka ndikim edhe në qoftë se dikush shkruan, ngacmon ose dëmton një person edhe përmes rrjeteve sociale, ose nëse të shkruan si lloj mesazhi, apo edhe në qoftë se e përdor profilin tënd, po themi në një fond. Çdo lloj kontenti që është në po themi, i plasuar në internet, është problematik shumë sepse ka fillu edhe thuhet që dikon të këtë 20% në teritorin evropian, se na jetojmë këto dhe po du mi adresu këty në statistikave, se ligjet edhe legislacioni janë të reguluara ndryshe për shtetet e tjera, në kontinentet e tjera, ndryshe është për Europë. Ideja këtu thuhet që specifikisht kush është target i dhunës
punës në këtë, po themin, në përfshirje ma gjatë janë gratë aktivisht që miren me politikë, që kanë pozita, po themi, shtetërore ose pozita tjera udhëhece, edhe është shumë e cënuar pjesa mediatike, gazetarët, persona që punojnë në media, persona që hulumtojnë, për shembull, për një çështje të caktuar, qoftë problematika që lidhen me, po themi, me ndonjë aktivitet që nuk ju hyn për shtati shumë personave të cilët janë duke u investigu për shembull, dhe kjo mandej çon në një kah komplet në ndryshe edhe përfshihet, domethënë, targeti i kërcënimit, po themi, se forma e parë e violencës mediale është kërcënimi, edhe si i tillë shtrihet mandej edhe në baza personale, sepse fillon ndoshta si kërcënim, po themi, i llojit të shantazhit të tipit në aspektin profesional, se prekëm këtë pjesë, mandej shtrihet në personale, mandej kalon në familjare, mandej kalon e cënon në ambientet e punës e tjera e tjera. Dhe është ndoshta po themi në aspektin psikologjik është pika që e cënon mas shumë të Agnesa, e cënon një individ. Sepse në radhë të parë ty nuk t'jep sigurinë e plotë për me krye aktivitetin, çfarë do qoftë aktiviteti që je duke bërë. Prej politikbërjes e deri te punë tjera të cilat gratë jo rastësisht ndodhen ato pozita, ndodhen në sajë të punës së tyre, po themi, ju vetëm punë, kjo shkon përtej punës në aspektin normal të fjalës, sepse derdhin gjithë energji, ndoshta janë ekstremisht të përkushtuara për të ecur një çështje përpara dhe janë target ma i shpejt, janë target që po themi e cënojnë te pika më e fortë, që është puna, që është aktivizmi, që është dëshira për me kontribu, po ju vetëm nuk mbetet vetëm saje të dëshirës, ajo shkon përtej kësaj dhe bëhet ndoshta edhe mision, edhe kur ti ke për qëllim të dëmtosh misionet e njerëzve që janë për të mirë, që janë për prosperitet, atëherë i bie që psikologjikisht e ke dëmtuar jashtëzakonisht shumë. Në radhë të parë ke kërcënuar individin, ke ulur motivin, e ke zbehur rëndësinë e punës ose të gjithë ndërmarrjes që e ka marrë. E ke prishë dhe imazhin në masë audiencë ma gjerë. Sakt, për imazh dhe vjen keq me thonë se është jashtëzakonisht i cënueshëm te gratë dhe vajzat. Domethënë, bie, po themi, një gjë kaq banale dhe cënohet në të gjitha sferat. Nëse dikush bën një gabim profesional, nuk duhet me u cënu personalisht, nuk duhet me u cënu familja, fëmijët, partneri e tjera. Jemi shumë në rregull. Gabimet profesionale nëse janë të tipit të cilat nuk kanë mundësi me u rregullu në forma të ndryshme, duhet me u investigu në aspektin e ligjit edhe me u marrë drejtësia me këtë punë, po jo me u marrë për shembull njerëz të ndryshëm, të cilët nuk kanë kurfar as pozita, as nuk kanë kurfar indikacioni, thjesht janë persona të cilët kanë problemet veta të theksuara në shëndetin mendor, edhe organizojnë të tilla forma të dhunës psikologjike kundrejt personave të cilët kanë mundur me pas, po themi për x arsye, një problem profesional, dhe nuk dëmtohet i gjithë imazhi i individit për shembull për një punë të caktuar, por shifet cilat janë resurset për me u rregullu kjo gjë. Dhe fatkeqësisht në territorin tonë ndodh shumë që cënohemi edhe në një farë mënyre komplet imazhi një personi tentohet me u shkatërru rrënjësisht për gjëra nganjëherë edhe shumë të kota. Dhe vajzat e reja janë prej ndoshta ngacmimeve digjitale, dhunës digjitale, edhe do të thotë sot të rinj kanë shumë çësje në rrjetet sociale me profile të ndryshme, kështu që po besoj ndoshta do duhet edhe një edukim nga kjo pjesë. Sa po bëhet pikërisht edhe në këto 16 ditë të aktivizmit. Çka do të ketë dhe çish do të lebohet në mënyrë që me e kuptuar. Kemi planifikuar me diskutu me studentat profileve të ndryshme pjesën e problematikave, por edhe me adresu një lloj si tribune diskutimi me nxënësit e shkollave të mesme, ndoshta edhe të mesme të ulta kishte qenë mirë, se tash po fillon shumë herët pjesa si me thënë, e izolimit të individëve të caktuar në shoqëri me tendencë
të dhunës në kuptimin e plotë të fjalës. Agnes është shumë e çuditshme sepse e gjithë problematika nuk shtrihet vetëm në kontent, domethënë edhe mediatik ose të rrjeteve sociale. Fillon domethënë si një bullying i po themi pa organizuar mirë, shohin që ka lënë gjurmë, ka potencë, shkaktojnë dëm, si pasojë e dëmit persona që kanë qenë target i dhunës, për shembull, mbyllen, izolohen, heshten, ju humb vitalitetin dhe funksionit që e kanë, edhe mandej këto e shtrin e shtrin në territor më të gjerë, që është plasimi i imazheve të ndryshme të cilat tash besa është komplikuar dhe më shumë, edhe ndoshta pikërisht për shkak të punës ose të impaktit shumë të madh që kanë pa të inteligjencës artificiale dhe kanë fut si vjet kaq fuqishëm me diskutu pjesën e violencës digjitale, sepse po ndryshojnë imazhet, po ndryshohet kontenti, po krijohen ndoshta edhe kontentet të cilat janë shumë të pabaza realisht, po janë kaq të ngjashme, si më thënë, ndoshta janë nganjëherë dhe më potente se origjinali për vetë formën edhe shpejtësinë që mujnë me arrit. Se për shembull, ma herët është dashur me montue, me rregullue, me jap forma të ndryshme. Tash shumë lehtë, jep disa instruksione të cilat krijojnë një imazh i cili mundet me të shkaktuar jashtëzakonisht shumë probleme edhe personale. Imagjinoni tash kur fëmijët në këtë moshë e kanë këtë fuqi destruktive, çfarë impakti ose çfarë problemesh në shëndet mendor krijojnë tutje gjatë rritjes edhe zhvillimit. Sepse shohin që kjo ka fuqi dhe kur diçka jep fuqi një personi i cili nuk e ka ende të zhvilluar, po themi, komplet sistemin e zhvillimit, qoftë emocional, qoftë mendor, qoftë edhe biologjik besa, mandej çtu shkaktohet një farë lloj konfuziteti, po themi, edhe personi që është të përjetu këtë dhunë ka tendencë me pas edhe ndryshime fiziologjike si pasojë e eksitimit madh emocional me konotacion negativ. Edhe mandej bëhen shumë probleme tjera të cilat se nuk po du me nda, po problemet e shëndetit janë një, edhe janë të lidhura, dhe me thënë po themi, një dhunë e madhe psikologjike shkakton një problematik tjetër në organizëm që mundet me pas si pasojë një smundje tjetër që është komplet smundje biologjike, e shkaktuar prej tensionit madh sistemit imunitar. Çka me bo na si shoqëri, ku është roli ynë? Na si shoqëri, do me thënë, e para punës është me sensibilizu opinionin publik shumë, me mësu që fëmijët duhet me i marrë gjërat në mënyrë të ndershme, po themi në sajet të punës, edhe jo për shembull në sajet të formave të tjera të cilat arrin ndoshta lehtë, shumë lehtë arrin me marrë një gjë, mirë po nuk e marrin në formën e duhur, nuk i ndjekin në rrugët e shëndetshme, po rrugët e pashëndetshme për me ardhur deri te një, po themi, te një x mundësi që mund ta kenë. Dhe mbi të gjitha duhet me fuqizu shumë gratë njëra tjetrën, se një pjesë shumë e madhe e kësaj dhune vjen për vetë grave që ja bëjnë njëra tjetrës, do me thënë. Dhe kjo është pika ma e ndjeshme ose më dhëmë mas shumëti në gjithë kuptimin e dhunes në përgjithësi dhe në veçanti dhunes digjitale, se ti për shembull mjafton të hapësh po themi rrjetet sociale, sepse dashte pa dashte, vjen shumë keq me thonë, po na u ka bënë një farë lloj përditshmërie dhe mund vjen keq që njerëzit e nisin ditën jo me mirëmëngjes, po me telefon para fytyrës dhe janë kaq afër me njëri tjetrin, po të njëjtën kohë e kanë një hendek në mes dhe janë kaq larg. Kjo është pika e parë. Pika e dytë është kur një grua, për shembull, pavarësisht çdo informate që mund ta ketë, nuk duhet në kurfar forme ta ullë dhe cënoj veten e saj deri në pikën që ullë dhe cënoj një grua tjetër, sepse nuk e ka ullur, nuk e ka cënuar personin tjetër, cilit është ka i drejtohet me fjalë jo të mira, me kontent i cili është problematik dhe me tendencë për me ja minimizu për shembull ose punën ose rolin ose çfarë do që ka. Pavarësisht a na pëlqen neve, a nuk na pëlqen, nëse një grua
ka dëshirë me bë një gjë të caktuar, na nuk kemi të drejtë si gra me komentu, me shantazhu, me përdor gjuhë denigruese, sepse ajo faturohet te na, te personaliteti jon, te karakteri jon, te vetja jon në një farë forme. Bëhet në anën në gjininë e kundërt? Ka dhunë digjitale edhe për burrat? Ka, edhe për gjinin tjetër ka dhe në fakt, nëse prapë po i referuam statistikës të UNIFEM-it nuk janë të përjashtuara, dallojnë ndoshta në nuanca të përqindjeve. Përqindja është më e lartë te gjinia femërore, ndoshta përqindja është më e ulët te gjinia mashkullore, mirë po edhe po themi edhe te komuniteti LGBT edhe te komunitetet e tjera të marginalizuara dhe tek njerëzit me ngjyrë, njerëzit e rrocave të tjera. A janë këto ndoshta tema që më së shumti përrejka në një formë në rrjetet sociale, në botën digjitale, edhe pikërisht këta persona cilët marrin më tepër dhunë ose fjalë denigruese edhe fjalë fyse ndaj tyre. Territori për me marrë vëmendje është prej të gjithë njerëzve në planet, nuk po muj ndoshta edhe verbalisht me cënu një grup të caktuar, sepse nuk na levërdis asnjë gjë, as nuk është e rrugës me përdorë gjuhë të tillë. Këto janë pjesë e shoqërisë tonë, të tillë duhet me trajtu, jo me dhënë vëmendje, me konotacion negativ, me qëllim që mandej me pas content për me marginalizu një grup të caktuar, ose një racë të caktuar, ose një individ të caktuar. Me thënë, problemi nis prej neve, problemi është individual, Agnes, në qofse neve si individ nuk kemi kultivuar të vetja janë aftësin dhe mundësin për ta pranuar, për krahur, edhe në një farë forme për ta pranuar tjetrin çfarë do përfshirje që ka, është e çuditshme pastaj që ti lyp që pala tjetër, raca tjetër, personi tjetër me u sill sipas standardeve tua. Na të gjithë jemi individ, kemi vend dhe duhet me punu që ky planet me qenë më i shëndetshëm. Dhuna nuk e bën më të mirë, dhuna nuk na bën neve më të fortë kundrejt personit cilët kemi tentu me dëmtu për kundraze, na bën shumë më të vegjël, na bën shumë më të pa rëndësishëm, na bën shumë më të pa aftë, sepse na kemi zgjedhë një formë të pashëndetshme, qoftë edhe me luftu një dukuri negative, se unë jam shumë koshiente që në shoqërinë tonë ka shumë dukuri negative, jashtëzakonisht shumë dukuri negative që lidhen pikërisht me pjesën digjitale. Në ne që ky përdorimi i pakontrolluar, e dyta edhe imazhet tona, të cilat na i qesim imazhet e fëmijëve tonë nuk janë pjesë e shëndetshme, absolutisht jo, përkundrazi kjo është një nevojë që ka fillu për mendimin tim me u bë patologjike, nevoja për ekspozim. Dhe mandej kur ti nuk ki filtra personal, nganjëherë dhe produktet e tjerëve në internet janë në një farë pasqyre, të irritojnë, po ti nuk e ki vetdijen që ky është gjest që duhesh me përmirësu vetë, edhe jo me u acaru pse tjetri ndoshta ka një content komplet për afërt me tonin, edhe na acarohemi deri te pika që përdorim gjuhë vullgare, linçuese, komentet prej më të ndryshmeve, me konotacion për me portretizu negativisht një portret, po themi një video, ose një çfarë do qoftë content në media. Dhe problemi o të na, mandej nuk është të tjetri, problemi është pikërisht të individi cili në ne është i pa edukun, e dyta ka problemet vetat substanciale personale cilat duhet me adresu dhe me i shëru, se nuk ka faj dikush që po themi ka linja dhe aktivizohet për ato linja, dhe ti ke problemin, me më thënë, superlativ, pse dikush ka ekspozuar linja, po themi, që duken surreale, në kuptimin e plot fjalës. Mirë po, ajo është individuale, është drejtë gjithë secilit, është mundësi shumë e mirë për me mësu prej shteteve të cilat kanë kalu në për përvojat njëta. Unë du me marrë një shembull, një vend që ndoshta
pakës mund tjetë edhe cënues edhe ndoshta është e dhemshme me e diskutu dhe me ngre paralele tilla, nuk po du me bo krahasem, po du me kuptu drejt, po du me marrë vetëm shembull si vendi cili e ka pa shumë kohë ma heret që problemet kanë marrë në qëtë pikë dhe ka ndaluar të gjitha billboardet në rrugë ku lëvizin veturat, edhe në ambientet të tjera ku vëzitet edhe me bicikleta, me trotineta, me mjetet tjera, ka ndaluar billboardet e grave të cilat kanë paraqitje trupin e tyre ose ftyrën e tyre. Pavarësisht që mundet me qenë brende shumë të mëdhaja, Zvicra ka kohë mbi 10 vite që ka ndaluar ekspozimin e gruas dhe vajzave në përgjithësi në kontentet cilat janë vetëm për konsum masiv. Po themi në kontentet cilat janë vetëm për konsum masiv. Dhe ka arrit me i ullë ndeshjet e komunikacionit, ka arrit me ullë që nevojën patologjike për me komentu edhe për me bo shantazhe të ndryshme, për me vizatu ato figura me sprej, sipër, me qitë kontente vulgare për mbi to, nuk është që e ka bërë në kuptimin me cënua dhe me e ullë rolin e gruas, për kontrazi e ka fuqizuar dhe ka mësuar që pavarësisht nevojave për me plasu një produkt, ka mënyra tjera që ndështë jënë edhe ma potente dhe kanë fillu me u bo ma potente në këto vendet cilat e kanë kuptu. Këtë politik ka vazhdu edhe po e administran në teritorin e vetë edhe të gjitha shtetet nordike. Po për shambull për vendimin Australisë, i cili ka ndalu që nën moshën 16 vjeqare të rinë, pra deri nën këtë moshë të mos përdorin rrjetet sociale. Vendimi i fundit. Po, që është bo dhe mediatik edhe, për shkak se ka pas shumë probleme. Ky vend ka pas jashtëzakonisht probleme me tipin e dhunes digjitale. Ka qenë jashtëzakonshëm. Do të thonë kanë fillu të rritë edhe me umbyll, mos me i frekuentu ambientet sociale. Ka është të rritë jashtëzakonisht numri i përdorimit të substancave narkotike si pasojë e depresionit kronik te moshat e reja, 9-18 vjetë. Tash në moshën 21 vjeç, shkencërisht drejtuar ose referuar imazheve neurologjike, pjesa e lobit frontal përfundon së maturuari në këtë moshë, në 21 vjeç. Dhe i bie që lobi frontal është përgjegjës për pjesën e vendimeve, për pjesën e veprimeve, për pjesën e gjykimeve. 3 këto funksione shumë të larta psikologjike maturohen në, po themi, fiziologjia maturohet në moshën 21 vjeç. Dhe ku është pastaj me u maturu pjesa e vendimarrjes së gjërave të tjera që shkon edhe pakës më gjatë. Dhe jo rastësisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe frekuentimi i vendeve argëtuese fillon në moshën 21 vjeç. Edhe përdorimi i alkoolit nuk është legal në moshën 21 vjeç. Edhe i gjërave të tjera. Më thënë, ndoshta këtë politik kanë vendos me, si me thënë, me përqafu, sepse ata kanë pas kuota shumë tullta, do me thënë, dhe në moshën 16 vjeç. Agresa është jashtëzakonisht shumë problematike pjesa e përmirësimit kur shkaktohet një dëm. Nuk po them që nuk përmirësohet, mirë po merr kohë shumë gjatë, nevojitet ekspertize dyfisht mandej me pa rolin e problemit, pse kjo dhunë është kaq potente, se na veç arsyetohemi që është e kohës, është kështu, është ashtu. Mirë po kur ti lën fëmin prej 0 vjeç i ekspozojnë para tabletit edhe ekranit, ti ki shumë vështirë me 16 vjetë mandej mi ndalë. është nga njëre pa mundur edhe me 10 vjeç me kriju, me kriju shprehi të shëndechme. Është e mirë na me mësu për i këtyne vendeve, edhe mi pa cilat kanë qenë nështë problematikat bazë që janë të i cënu në të gjithë teritorin e botës, edhe na si vend që jemi të u zhvillu, që jemi jashtëzakonisht me popullat të re, mu kujdes se këta njerëz kanë me qenë mandej pjesëtar të shoqërisë, edhe na nuk muj me drejtu gishtin atje dhe me thonë shef si u barinia, se na kemi për detyrë mi eduku, na kemi për detyrë me punu me ta, dhe mbi të gjitha na kemi për detyrë mi rritë shëndechëm. Dështa nga njerë është ma mirë
mos me pas ndoshta patika shumë të shtrejta ose robe shumë luksoze dhe është ma mirë me pas si me thonë, fuqin e madhe pjesa e edukimit, se është shumë ma mirë me kalu kohë kualitative me rini, me fëmijët tonë, se sa për shembull mi përmbush ata në aspektin material. Se që kjo përmbushja materiale mandej ata po shohin që gjithçka mundet më ble, mundet më ble edhe një content saktë rriten, mundet më ble edhe një content problematik, edhe qaj content problematik po mundet edhe me u financu, edhe mandej këta nuk po njohin, edhe unë nuk i vën faj, se nuk po njohin modelet shëndechme, dhe nuk na takon me bo me gesht, nuk na takon mu anku, duhemi mu angazhu, që me kuptu cili është roli i individit në rolin digital, se na ka humbur pak filli me sa po e shoh. Ose për shembull të vinë, pi adresona praksës klinike, vinë ullën në studio dhe thot, shif se unë këtë simptom dhe këtë simptom e kam. Okej, mirë, hajde të shohim se si janë, si është mundësia për me pas këtë simptom dhe ty shë që nuk ka fare lidhje me simptomin, është thjesht një farloj roli që e ka marrur në saj të x benefiteve qoftë për mirë, qoftë për jo mirë, ti shef të ri që si të ullen, thotë unë jam me ADHD. është një diagnoz jashtëzakonisht problematike në kuptimin e plotë të fjalës, është çrregullim prevaziv në zhvillim dhe ti nëse nuk e ke pasur ADHD në moshën e re, si e ke në moshën 14 ose 15 vjeç, po kjo vije si pasojë konstante shpërqendrimit dhe problemeve tjera të cilat i sjell bota digjitale kur përdoret e pashëndetshme. Se nuk po du më thonë, nuk duhet më përdor, po në mënyrë të mirë, në mënyrë të shëndetshme. Po, e kuptoj. Uroj që të paktën kjo të jetë edhe si temë diskutime, sot edhe në familje, me shoqëri, të paktën të rriturit të marrin për bazë dhe në mënyrë që të marrin disa vendime të tjera, saj përket të rinjve që i kanë familje, fëmijët që i kanë familje, në mënyrë që të dinë të mirat edhe të këqijat të cilat vinë, sidomos me rrjetet sociale, me teknologjinë edhe anën digjitale. Ju faleminderit shumë për kohën, faleminderit për gjitha këto informata të cilat i ke nda me ne, shumë kënaqësi që patëm studio. Faleminderit edhe kam përbërgjë me ju falenderu për ekskluzivitetin e diskutimit të violencës digjitale, se ka qenë temë cila nuk është prek, edhe më vjen shumë mirë që gjithmonë e keni gatishmërinë për me ndihmu në kauzat të tilla të cilat janë shumë potente për zhvillimin e shoqërisë të shëndetshme. Jam shumë mirënjohëse. Gjithashtu faleminderit shumë.